Ebu Hurejre transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: ai që i jep kohë borxhliut, që ka vështirësi në pagesën e borxhit, apo që ja fal dikujt borxhin, në ditën e gjykimit, Allahu do ta marrë nën hijen e arshit të tij. Xhabir bin Abdullahu ishte një nga të rinjtë e Medinës. Ai bashkë me të atin për herë të parë u takua me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në vendin e quajtur Akabe, në Mekë, ku u bë edhe musliman. Babai i tij Abdullahu ra dëshmor në betejën e Uhudit, kurse pas vetes la 6 vajza jetime dhe një sasi borxhesh. Erdhi lajmi se dëshmorëve do t'u falet mëkati me përjashtim të borxhit. Lidhur me këtë, i dërguari i Allahut pa t'i thënë: vdekja në rrugën e Allahut është falje për çdo mëkat përveç borxhit. Motrat jetime në njërën anë dhe borxhi i babait në anën tjetër e vunë në vështirësi Xhabirin. Atyre që i vinin në derë dhe i kërkonin borxhin, u kërkonte kohë dhe lehtësim, por më kot. Këtë vështirësia i shkoi dhe ja tregoi të dërguarit të Allahut: babai im ra dëshmor në betejën e Uhudit dhe pas vetes la një borxh, një sasi të madhe hurmash. Disa prej atyre që kërkojnë borxhin po ma vështirësojnë shumë situatën. Kërkoj që të më ndihmoni në këtë drejtim. Kështu ndoshta ata e shtyjnë afatin e një pjesë të borxhit deri në mbledhjen e hurmave. Pejgamberi i drejtë dhe tejet i ndershëm, për të drejtën individuale, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërhyri tek ata që kërkonin borxhin, por nuk u kërkoi ta fshinin borxhin. Me gjithë angazhimin e tij, kreditorët paraqitën arsye të ndryshme dhe nuk pranuan marrëveshjen. Si përfundim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi Xhabirin t'i klasifikonte hurmat sipas llojit dhe t'i thirrte kreditorët. Teksa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u maste dhe u jepte hakun e tyre, Xhabiri mendonte se edhe nëse nuk do të mund të çonte as edhe një kokër hurme të motrave, e rëndësishme ishte të paguhet borxhi. Me lutjen e pejgamberit, hurmat mjaftuan që të paguhej borxhi dhe një pjesë edhe teproi, sepse i dërguari i Allahut garantonte kështu: Allahu e ndihmon atë që merr borxh me qëllim për ta kthyer. Pejgamberi, i cili e dinte gjendjen ekonomike të Xhabirit, një herë tjetër i ia bleu deven me një çmim më të lartë se ç'vlente dhe pastaj po atë deve i ia bëri dhuratë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet tona i takojnë vetëm Allahu xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa përshëndetjet, salavatet, bekimet tona i drejtojmë njeriu më të dashur në afërsinë Allahu xhalla xhelaluhu, Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të ndershme, të pastër, fisnike, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Jashtu jemi falëndërues ndaj miftinisë së Shkupit në përgjithësi dhe në krye me miftiun e Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismailun, stafin e tij, ata të cilët na dhanë mundësi që të shprehim disa nga fjalët e Allahut xhalla xhelalu, që gjithsesi është shumë me rëndësi temë e cila zë vend të rëndësishëm në shariatin apo në programin ligjor kuranor tek Allahu xhalla xhelalu dhe është një temë e cila është shumë e rëndësishme në jetën nëpërmes njerëzve në tokë. Ajo është borxhi. Borxhi në Islam apo në aspektin gjuhësor quhet dein. E dein ka për qëllim, fjala dein ka për qëllim el malul ghayrul hadir, pasuri e cila nuk është prezent, nga se në momentin që borxhdhënësi e jep palës së ditë një sasi të caktuar të pasurisë, ajo pasuri nuk është prezent në dorën e tij. Për këtë arsye është quajtur dein në aspektin gjuhësor. Dhe në të tjetrin aspekt pse quhet dein, kanë thënë ulemat e shariatit islam, el mal malahu ajal, është pasuri e cila ka afat, e cila duhet shkruhet, afati se kur jepet dhe kur duhet kthehet, nga se është pasuri e tij individi dhe gjithsesi pasuria në Islam është e shenjtë tek besimtari dhe tek jo besimtar, tek të gjithë njerëzimit, të robët e Allahut xhallal xhelalu. Për këtë arsye duhet të jetë e caktuar dhe afatizuar
borxhi dhe përcaktimi dhe koha dhe kur duhet t'jepet dhe kur duhet merret dhe kështu me radhë. Po ashtu ka ardhur në gjuhën arabe me fjalën din, e cila ka ardhur me wakalin kesra, me wakalin i. Din në aspektin e parë, në shikim të parë, ndoshta nuk ka lidhshmëri me të parën, nuk ka të bëjë me borxhin, por din na e përkthejmë si fe. Por nëse shohim në për librat e ulemave të mëhershëm si Ifradatul Quran, do të shohim se din përkthehet e ta. Din do me thonë bindje, o din el jaza, din do të thotë ndonjëherë jaza, shpërblim apo dënim. Prandaj Allahu Jelle Jelaluhu than Kur'an, wa man ahsanu dinan, kush është, cila fe është ma e mirë, mimmen esleme wajhehu lillah, ai në cila fe na e përkthejmë, por në thellësi do duhet të përkthehet e cila bindje është më e mirë se sa ai i cili esleme wajhehu lillah, i nënshtrohet vendimeve, ligjeve, dispozitave të Allahut Gjelle Gjelalu në tokë. Nuk ka bindje më të drejtë se dispozitat e Allahut ndaj tij, nuk ka bindje më të drejtë se sa ti bindemi ligjeve të Allahut, nga sa ai është drejti absolut në të gjitha krijesat, pa marrë parasysh feje. Por ndryshe, Allahu Gjelle Gjelalu tha, o men yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ai i cili kërkon ndonjë fe apo program që ti bindet, o men yabtaghi ghayra al-islami dinan, jo dinen, dinen, kërkon ndonjë fe apo bindje tjetër që ti bindet, realizon mënyrën e jetës në tokë, ndonjë program tjetër jashtë Allahut, falan yuqbala min, nuk i pranohet ai program. Dhe ai program është i dështuar, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, në ahiret se patjetër do të jetë nga të humburit. Prandaj është shumë i rëndësishëm borxhi në Islam. Krahas borxhit në shariatin islam zë vend e cila nuk ndahet njëna nga tjetra, por ka një dallim mes veti. Ajo është huazimi. Huazimi quhet në gjuhën arabe el-qard. El-qard, nëse shohim nga ajetet kuranore, Allahu Gjelle Gjelalu na shprehet ne në suratul Kahf, në banorët e shpellës, ata të ri të asaj kohe, të cilët i hikën një pushteti jo të drejtë, duke e ruajt besimin e tyre me Allahun dhe mos duke u frikë Zotit që t'jenë mos të bëjnë pa drejtësi dhe zullum dhe fesad dhe shkatrime në tokë, ata u strehun në shpellë. E Allahu Gjelle Gjelalu tha, i vdiqëm ata 300, apo i vënëm gjumë 309 vite. Allahu tha, idha talaat shams, kur lindeshte dielli në atë kohë, tezawaru dhat al-yamin, ata anonin nga ana e djathtë e tyre. E zawara al-muzawara është diçka e cila ndryshon, kthen prej një anë në një anë tjetër. Al-asl është origjinali, al-muzawara është jo origjinali, është falsifikimi. Para quhet muzawara në gjuhën arabe, falsifikimi, se e ndron të vërtetën. Tha Allahu, gjatë lindjes mëngjesit, sabahu, diellit, i sheh ata duke u kthi në anën e djathtë të tyre që mos t'i dëmtojnë rrezet e diellit. Ndërsa idha garabet, kur vjen koha të perëndon dielli, taqriduhum, Allahu tha, i ndron ata, i kthen ata dhati shimal nga ana e majt e tyre, i kthen ata. Për këtë arsye, huazimi quhet në aspektin gjuhësor
arsyem përse, nga se kur i huazon një pasuri të caktuar me një nevojtari, ati ja kthen gjendjen momentale nga një gjendje të një nevojtari, nga një gjendje i cili ka nevojë për ndihmë, nga një gjendje i cili ka nevojë për lëmosh, në një gjendje i cili ka mundësi tani më të vepron me atë pasuri dhe i cili ka mundësi të ndihmon dhe ka mundësi dhe të tjerët. Prandaj dallimi mes deyn wal qard ka një dallim shumë të vogël. Në fillim deyn është pasuri e cila duhet jetë më afat të caktuar dhe duhet shkruhet në aspektin jo të vajibit, por el mubah el mendub, dhe duhet mundet me qenë dhe në shitblerje. Si për shembull kanë thënë ulemat, borxhi mund të jetë me qiradhënie. Nuk është pasuri e gatshme prezente në dorën e njeriut. Ai e ka objektin, por jo pasuri, ajni, jo personi, të holla, monedha në dorën e tij. E merr dikush tjetër qiran objektin e tij përmes qiras dhe qiraja e tij mbetet borxh deri në muajin e ardhshëm, në kështu me radhë mbas marrëveshjes. Ndërsa qard është kur njeriu dikuj i jep, kur ai e kërkon dikuj si pjesë të ndihmës, por i jep pa afat të caktuar. Liwajhillah, e jep vetëm për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Men yukridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira." Kush a ka dikush i cili jep për hir të Allahut, Allahu nuk ka nevojë, por jep robëve të tij në emër të Allahut, por është kusht që të pranohet, për ndryshe do të bjerë në kategorinë e kamatës, nëse ai e kushtëzon dhënien e qardit, dhënien e huazimit me kusht. Unë e jap një sasi të caktuar me kusht nëse më mëson fëmijët. Ai realisht nuk ka kërku pjesë të caktuar tjetër të pasurisë, por ka kërku një tjetër shërbim përmes së cilës e ka lidh në anë të huazimit. Dhe kjo në shariatin islam është haram dhe bie në kategorizimin e kamatës. Prandaj Islami e ka vlerësuar shumë çështjen e borxhit dhe i ka dhënë rëndësi tepër të madhe që njerëzit të kenë vëmendje shumë të rëndë dhe të kenë vëmendje të hatashme ndaj borxhit dhe si të sillen ata ndërmjet vetin në jetën e kësaj bote, duke fituar dhe duke mos i lënë hapësirë kamatës që të shkelet pala tjetër dhe të fiton njëna palë, por të ndihmohen njëna tjetra, dhe këtu qëndron urtësia e borxhit dhe huadhënies që të ndihmohen njëri tjetri me anë të materializmit e të lidhen me anë të shpirtit të tyre. Për arsye se sadakaja është ajo pasuri e cila jepet në emër të Allahut, por jepet sipas dëshirës tënde. Ndërsa huazimi dhe borxhi jepet në emër të Allahut pa kamat, por jepet ajo sasi e cila është e kërkuar, ndonse ndonjëherë nuk është edhe aq e dëshiruar nga ana e atij i cili jep, por për hir të Allahut ai e shtrin dorën. Prandaj Allahu xhelle xhelalu zbriti surën më të gjatë dhe ajetin më të gjatë nga rëndësia e borxhit dhe tha: "Ja ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besu, o ju besimtar, të cilët dëshironi të bindeni ligjeve të Zotit në tokë, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma, kur të merrni borxh njëri prej tjetrit, shkruani atë në një afat të caktuar, walyaktub bainakum katibun bil adl, le të shkruan në mesin e juve dy palëve një shkrues me drejtësi dhe le të dëshmojnë dëshmitar dy burra, e nëse nuk ka dy burra, një burr apo dy gra, dhe kështu me radhë dhe ajeti vazhdon nga rëndësia e madhe. Kështu vlen të përmendim drejt fundit se e din o e den kanë lidhshmëri të madhe. Allahu e filloi në këtë Kur'an me fjalën e tij Iqra sipas zbritjes, por nga radhitja e radhiti me suratul Fatiha. Dhe tha: "Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yawmiddin", është sundues i ditës
që do të gjikon mesin e njerëzve, do të gjikon dhe do t'i pastron hakët, borxhet e njerëzve, o maliki yawmiddin, ai i cili do t'i pastron borxhet e njëri tjetrit. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet që të shtrim dorën dorëdhënësi në emër të Allahut në aspektin e borxhit e jo në aspektin e kamatës. Për arsye se Allahu Gjelle Gjelalu tha, jemhaku Allahu rriba wa yurbi sadaqat. Allahu e ka vëndu nga ligjet e tij që kamata të jetë gjithmonë e dështume. Nga se ajo arrihet vetëm mbi kurizin e tjetrit. Ajo e prish dhe nënshmon shejtrinë e pasurisë tjetrit. La wallah, wa yurbi sadaqat. Allahu gjithmonë do të bën që të ngadhnjen dhënia për hir të Allahut, por me të drejta specifike, duke mos i hinë hak asnjë napal tjetrës në emër të Allahut xhelle xhelal. Pejgamberi ynë jep si hariqin se atë që i jep afat borxhliut ose i fal borxhin, Allahu do ta fal edhe në ditën e gjykimit, do ta strehoj, mbroj nën hijen e tij. Atëherë, kur nuk do të ketë hije tjetër, dhe lajmëron se kush do ta lehtësoj atë që është në vështirësi, atij do t'i lehtësohet çështja edhe në këtë jetë edhe në amshim, duke e vënë në dukje rëndësinë e të ndihmuarit të borxhlinjëve. Allahu i lartësuar urdhëron t'u lehtësohen borxhlinjëve me urdhërin. Nëse e dini se borxhliu është ngushtë, shtyjani afatin e shlyerjes së borxhit derisa të përmirësoj gjendjen, por është më mirë për ju që ta falni borxhin sikur ta dinit. Përderisa Allahu Gjelle Gjelaluhu e ndaloi kamatën dhe e lejoi shitblerjen dhe e lejoi që të ndihmohen besimtarët nërmjet veti përmes borxhit dhe huadhënies, duke mos e nënçmu dhe poshtru djersën dhe shejtrinë e pasurisë tjetrit, atëherë bëhet pyetje shumë reale dhe racionale se pse njeriu duhet të jep dikujt tjetër kur nga pala tjetër nuk ka këmbim të pasurisë dhe nuk ka fitim material, çka e shtin besimtarin që ai duhet t'i ndihmon palës tjetër në aspektin e borxhit dhe huazimit, e që mos të ketë fitim dhe mos ketë këmbim material në jetën e kësaj bote. Transmetohet nga Burejda radiallahu ta'ala anhu, një ditë prej ditëve e pyeti pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, kam dëgjuar se ti ke thënë kush nga ata men andara mu'siran, kush ja leton apo e afatizon dikënd dhe i jep borxh dikujt në emër të Allahu Gjelle Gjelaluhu në jetën e kësaj bote, felehu bi kulli yawmin mithlehu sadaqa. Atij të Allahu do t'i shkruhet shpërblim, do t'i shkruhet sevap, do të paguhet të Allahu sa e ka sasin e huadhënies apo borxhit, për çdo ditë atij i shkruhet shpërblim të Allahu dhe sevap dhe do të paguhet nga Allahu Gjelle Gjelalu yawmul qiyamah, ai i cili e çliron një njeri i cili ka të lashe në jetën e kësaj bote momentale, duke sprovu atë Allahu e duke i sprovu të pasurit me te Allahu Gjelle Gjelaluhu. E kështu tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Por një hadith tjetër, një herë tjetër tha, ai i cili e liron, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysara. Allahu tha, nëse borxhliu gjendet në vështirësi, fanadhiratun ila idha kana dhu usra, nëse është në gjendje të rëndë vështirë ekonomike, fanadhiratun ila maysara. Atëherë mundohni që ta çlironi atë prej gajleve të rënda, mundohni ta çlironi, ta afatizoni atë. Wa an tasaddaqu khairun lakum.
e nëse ja falni krejt, ajo do të ishte shumë më e mirë për ju in kuntum ta'lamun, nëse ju do ta dini shpërblimin e madh se sa vlerë ka me afatizu dikënd e të Allahu Gjelle Gjelaluhu do të kthehet dhe do të llogaritet sikur me dhanë sadaka. E ai i cili vdes dhe jep shpirtin nga jeta e kësaj bote dhe hin në tokë dhe nuk ka marr shpresë për daljen në jetë dhe njëherë të ditë nga ligjet e Zotit, kush ja dorëzon shpirtin Allahut nuk ka për të rikthyer përveç se në ditën e Kiametit, tha Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, cila është kërkesa e atij i cili vdes dhe hin në varr. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akun min as-salihin. O Zoti jem, po të më afatizoje edhe një kohë shumë të shkurt të dal një pjesë të caktuar të kohës në tokë, të më afatizoje jetën, sikur mos vdisha në këtë moment, pse çka ke humb? Për çka tjetë merak? Cila është humbja jote? Çka kuptove ti në varr? Çka kuptove ti nga shpërblimet dhe dënimet? Çka të mbrojnë ti nga dënimet e varrit? E me çka ti shpërblehesh më shumë ti? La asaddaqa, tha do t'jepja lëmosh, do të ndihmoja palën tjetër, nga se kjo do të shpërblehet dhe do të vlerësohet më shumë ti nga gjithë ibadetet të Allahu Gjelle Gjelalu. E tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, e ai i cili ja afatizon deri në afatin e caktuar, nuk ka pas mundësi, është randu nga borxhet e kësaj bote dhe s'ka pas mundësi me e pagu borxhin e afatizum, e pala borxhdhënësi e afatizon dhe jep edhe më shumë kohë, e çliron nga dertet e kësaj bote që të punon i lirë deri në afat të caktuar tjetër, felehu mithlejhi sadaka. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i ka 2 herë sa me dhanë sadaka në monedhën apo pasurinë e caktuar të jetës së kësaj bote. Prandaj transmetohet nga Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu ta'ala anhu, i thuhet një njeriu në ditën e Kiametit, tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam nga Allahu, ma amilta fi dunya min khair, çka është ndonjë vepër e yte e hajrit me cilën tash na paraqitesh në këtë tokë, ka se na t'i dham këtë mirat dhe na të krijuam për të na bë ibadet, dhe ibadeti jon nuk është vetëm ibadetet ndaj Allahut, por janë adhurimet dhe janë haket ndaj njerëzve në tokë, përmes cilës na e bëjmë ibadet dhe adhurojmë Allahun Gjelle Gjelalu. Por ndryshe do të ishte një kaos i madh në tokë, ashtu fatkeqësisht siç është gjendja e jetës në jetën e kësaj bote momentale në tokë. Tha, ja Rabbel Alamin, ma amiltu min khair, nuk kam punu asnjë të mirë në tokë, min dherra, asnjë sa një grimës të mirë në tokë nuk e kam bërë. Nuk ja ka ditë vlerën, ose nuk ka ndëgju, ose nuk ka lexu, nuk është informu, ose nuk ka dasht, ose ka mbizotru epshi i tij, ose hidhrimi i nati i tij, ose dhe shumë arsye tjera. Nuk kanë vepruar ndonjë të mirë, qase ditën e Kiametit njeriu do të jetë i drejtë. Asa Allahu Gjelle Gjelalu tha, la yatakallamu illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. S'ka mundësi me fol në atë ditë posa atij i cili vetëm e thot të vërtetën, kujt i jep Allahu leje për me fol. Dhe i thot të vërtetën, nuk kam vepruar asnjë vepër të mirë në jetën e kësaj bote. Allahu e pyet 3 herë, dhe ai 3 herë të njëjtën përgjigje jep. Të katërtën tha, ja Rabbel Alamin, më kam dhënë ti pasuri, nga pasuria ite unë ju kam dhënë atyre të cilët kanë pas nevojë. Ata që kanë pas një gradë të pasurisë më të lartë, ja u kam lecu. Ata që kanë pas një vështërsi më të rëndë, ja u kam fal krejt. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, thot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ju thot me laqeve të tij Zoti, tajawazu anhu, falni lirone atë, falni atë, nga se unë jam shumë më tepër më falës se sa robët e mi. S'ka mundësi që dikush jetë i kalon faljes Allahu Gjelle Gjelalu.
vetëm kjo për hir se ky njeri nuk ishte bërë një vepër të mirë në jetën e kësaj bote, vetëm se si vepër e mirë dhe ishte shkak i shpërblimit dhe ishte shkak i asaj që Allahu e liroi nga dënimet e jetës së ahiretit, vetëm sa ai ja u kishte shtri dorën atyre të cilët kishin nevojë për borxh apo huazim, disave ja u kishte lehtësu afatizimin e disa të tjerëve ja u kishte fal krejt. Allahu tha, nuk ka mundësi dikush mund ma të i kalon në faljen time, prandaj unë jam më i pari që duhet fal, nga se ti ke fal rob të mi për hatrin tim. Dhe kjo do të ishte ajo stimulimi më i madh dhe shpërblimin që e pretendojnë me arrit ditën e kiametit për Allahu xhelle xhelaluhu, e jo vetëm në aspektin material të jetës kësaj bote. Në një rast, Xhebraili i ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi vesellem se të japësh borxh është më me vlerë se sa të japësh sadaka, duke e shpjeguar me arsyen. Ai që lyp, ndonjëherë lyp edhe kur nuk ka, kurse ai që kërkon borxh, kërkon vetëm kur ka nevojë. Në anën tjetër, sipas shpjegimit të pejgamberit sallallahu alaihi vesellem, njeriu që ka mundësi dhe nuk e paguan borxhin, bën padrejtësi. Nëse ndonjërit prej jush në gjendje të mirë ekonomike i dorëzohet gjendja e ndonjërit për t'ia paguar borxhin, le ta pranojë atë. Vonesa e borxhit nga ana e atij që ka është padrejtësi ndaj borxhdhënësit. I dërguari i Allahut ua ka bërë me dije sahabëve se ai që merr një mall me qëllim për të mos e kthyer konsiderohet tradhtar tek Allahu. Lidhur me këtë çështje, ka bërë këtë vërejtje: kush merr mall nga njerëzit me qëllim për ta paguar, Allahu i lehtëson ata, por kush merr mall me qëllim që ta shpenzojë dhe të mos e kthej, Allahu e shkatron atë dhe mallin e tij. Gjithashtu, njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm prej atij momenti i cili merr borxh apo huazon pasurinë e tjetrit, duhet të jetë i kujdesshëm dhe të lut Allahun xhelle xhelaluhu që Zoti ta ndihmon atë që sa më parë ai ta kthen atë pasuri, nga se nuk është e vetja, nga se nëse nuk e kthen këtë dunja, do ta kthen me domos në botën tjetër. Por edhe pasojat do të jenë shumë të rënda në jetën e kësaj bote. Transmetohet nga Ebi Qatada radiallahu ta'ala an se pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam njëherë një gjenazë të një sahabiu të asaj kohe, e që pejgamberi Allahu tha khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Pejgamberi Allahu tha gjenerata më e khairit në tokë është gjenerata ime. Gjenerata më e khairit, një ndër cilet ai kishte vdekur dhe nuk kishte pasur mundësi që ta kthente borxhin duke qenë gjallë në jetën e kësaj bote. Dhe i tha ja Rasulallah, falja xhenazën filanit, nga se falja yte është mëshirë për te, është rahme, është dritë për te. Edhe pse pejgamberi Allahu e cilësoi rahmeten lil alamin, është mëshirues, është i mëshirshëm për gjithë botrat, jo vetëm për besimtarët, e veçanërisht për muslimanët. Pejgamberi Allahut e braktiste dhe thënte xhumin e tij në gjysmë të natës dhe shkonte tek varrezat el Baqi' te sahabët dhe luteshte për ta, ja Rabb, te Allahu të mëshiron ata, Allahu t'i fal ata, por kur i erdhi momenti t'ja fal xhenazën, a thu vallë pejgamberi Allahut do të nguronte që ai të jetë shkaktar që Zoti përmes namazit ti t'ja fal gjunahet, gabimet, lëshimet, kusuret e jetës kësaj bote, t'ja bën dritë varrin apo jetën e varrit dhe të varrezave, hayatul barzakh. La wallah. Po para se t'ja falte namazin, tha hel alejhi dejnun, a mos ka do një borxh që nuk e ka shly në jetën e kësaj bote, a mos i ka ndikuj borxh, a mos ka huazu nga dikush dhe nuk ja ka kthy pasurinë e tij, nga se pasuria e të xhallit e të tjetrit është shumë më e shenjtë se sa jeta e jetës së njerëzve. I than bela ja Rasulallah, i ka dinaran, i ka vetëm 2 dinar i kanë mbet borxh. Pejgamberi Allahut e kthei shpinën duke e lënë faljen e xhamazit, faljen e namazit të xhenazës, duke e braktis
sahabiut shokit në kohën gjeneratës më të hajrit në tokë për 2 dinar, për borxhin e 2 dinarëve. Tha sallu ala sahibikum, falja namazin shokit tuaj se unë nuk mundem me fal namaz. Shkak i braktisjes, me qenë se ishte i gjithë mëshirshëm për gjithë njerëzimin, e ndaloj t'ja fal namazin shokut ti. Ebi Katade ishte në mexhlisin e muslimanëve në faljen e xhenazës, fa salli alejhi ja Rasulallah, aleje dejnu, falja namazin ja Rasulallah, se unë e kompenzoj dhe e shli borxhin e ti. Kështu ishin besimtarët të lidhur shpirtrisht me zemër me njëri tjetrin, duke shpresu shpërblimin Allahut xhelle xhelalu. Me 2 dinar nuk linin ata me elan vllaun e tyre, që në kohën e pejgamberit njeriu më të dashur, më të drejtë në tokë dhe në qiell, që të braktiset namazin nga ana e tij. Dhe pejgamberi Allahut xhelle xhelalu e falin namazin. Të nesërmen e takoi Ebu Katade e i tha: Madha fa'ala dinaran, çka u bë me ata 2 dinarja Ebu Katade? Tha ja Rasulallah, ams qad mat, pram na e vrasëm, dje e vrasëm, është shumë herët, me lajgjele, pse duhet me shpejtu kaq, pse është kaq e rëndësishme me njëherë me kthi borxhin? Tha pejgamberi Allahut, eddi dejne, shko shlije borxhin se ti e ke marrë për sipër. Të nesërmen përsëri e takoj ditën e ditë mbas xhenazës, mbas varrosjes, dhe i tha ma fa'ala dinaran ja Ebu Katade, çka u bë me ata 2 dinarja Ebu Katade? Tha addejtu dejne, e kam shli borxhin e tij. Elhamdulillah, al-an barudat gjildu, tha tash u fladit, barudat u ftoh, u fladit, u liru trupi i tij në varr, nga se ngushtohet, nga se dënohet, nga se s'muni hik borxhit, nëse s'muni hik borxhit në jetën e kësaj bote dhe në botën e ahiretit. Prandaj një njeri i tha pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam: "Ara ejte ja Rasulallah, in qutiltu fi sabilillah, e yukaffiru anni khatajaj, nëse unë vritem në rrugt të Allahut, të jetë fjallë Allahut më e larta, an takuna kalimetullahi al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla, që të mbizotron drejtësia në tokë. Nëse unë luftoj që të mbrohet nderi i femrave muslimane, nëse unë luftoj që të ngritet arsimi, nëse unë luftoj që njerëzit të gjikohen me drejtësi, nëse unë luftoj që njerëzit të paguhen, njerëzit mos të shkilen, mos të dhunohen, mos të nënçmohen, e kjo është ligji i Allahut për cilën jetën e jap për te ja Rasulallah. A mi fal Allahu gabimet, mëkatet e mia, se dhe unë jam gjunahqar. Unë nuk i luftoj të tjerët se janë të gabushëm, unë i luftoj të tjerët të ndalim zullumin, por gabimtar jam dhe vetë. A më fal Allahu xhelle xhelalu ja Rasulallah? Tha naam, in kunta sabiran, muhtasiban, muqbilan, gajra mudbir. Thanë po, Allahu gjithsesi t'i falë mëkatet nëse jep jetën që t'jetë programi Allahut më i lartin në tokë dhe në qiell, nëse je sabërlit durimtar në frontin e luftës dhe ta kesh një jetin për qëllimet të cilët ti i the më herët, muhtesiben, muqbilen, qëndrosh i fort në front, qëndrosh i fort në thënien e hakut, qëndrosh i fort në dhënien dhe krahut të drejtit, qëndrosh muqbilen gajre mudbir, mos qesh tradhtar, do t'i fal Allahu gjunahet. Dhe pas një momenti deri sa i kthej shpinën, tha kthehu. Edhe njëherë përsërit e pyetjen, ai edhe njëherë tha ja Rasulallah, nëse unë vritem në rrugt të Allahut, a mi fal Allahu gjunahet? Tha po, nëse je muqbilen, sabiran, muhtasiban, muqbilen gajre mudbir, illa ad-dayn, përveç borxhit Allahu xhelle xhelalu nuk e fal. Prandaj dhe këtë për ta përfundu, transmetohet nga pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, një ditë prej ditëve ishte i ulur me sahabët në mexhlisin e tij, por jashtë sikur na këtu në ambient të hapur. Dhe në një moment të caktuar rafa'a ra'sahu ila as-sama, e ngriti kokën e tij drejt qiellit.
Dhe na është dhe zakonet e traditës tonë, kur të habitemi për ndonjë çështje, e vënojmë dorën dhe i mshojmë paksa ballit tonë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam wada rahatahu ala jabhatihi, e vendosi dorën e tij mbi ballin e tij duke thënë me një mërzi të mërshëm të madh. Subhanallah, ma nazala min at-tashdid. Tha i lartësuar është Allahu, i patmeta është Zoti i madh. Çka na ka zbrit një send shumë i rand, një diçka shumë e rand, një diçka shumë e ngarkume. Fafazi'na, thanë sahabët, u trishtum kur e pam pejgamberin Allahut në atë gjendje. Çfarë pas ka zbritur? Cila është ajo çështje shumë e rand? Cila është ajo e cila do t'i ngarkonte besimtarët në jetën e kësaj bote? U trishtum dhe nuk patëm guximin menjëherë me e pyet pejgamberin nga gjendja që ai u mërzit shumë. Të nesërmen e pyetëm ja Rasulallah, ma nazala min at-tashdid. Çka ishte ajo e cila zbriti dhe ishte shumë e rëndë për besimtarët musliman? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një njeri del në luftë dhe lufton në rrugë të Allahut xhella xhelalu për të mbrojtur dinjitetin e njeriut në baza ligjore sheriatike të kësaj bote dhe të ahiretit, yuktal wa yuhyi fa yuktal wa yuhyi fa yuktal. Nësa ai vritet dhe ringjallet përsëri, e zbën vakile jetën e kësaj bote, asnjëherë nuk ndryshojnë ligjet e Allahut. E nëse përsëri vritet në rrugën e Allahut e përsëri ringjallet, do me thonë nga ki hadith kanë konstatu ulemat se shumë e rëndë është mosdhënia e borxhit ndaj të tjetrit. Është aq e rëndë dhe aq e shenjtë sa është e shenjtë sa dijetet e di krijesave apo di njerëzve të cilët janë më të mirët në tokë, xhihadun fi sabilillah. Ai edhe nëse këtë e bën e që s'mund ta bëj askush nga ligjet e Allahut, është njeriu kur vdes nuk ringjallet më, por dhe të kishte kështu, nuk krejt do t'i faleshin gjunahet e tij përpose borxhit, apo ai i cili e merr huadhanjen dhe nuk e kthen atë përsëri. Prandaj për ta përfunduar këtë dhe një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Men akhadha amwala an-nas yuridu ada'a", ai që ka ndonjëherë nevojë për pasurinë e tjetrit e ka sprovu Allahu, është halal në Islam dhënia dhe marrja e borxhit dhe e merr atë, por gjithmonë në zemrën e tij ai e ka në mendje për me e rikthi atë, eddallahu an, Allahu do t'i ndihmoj dhe do t'ja kthej borxhin atij. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه، ai i cili e merr pasurinë e njerëzve duke pas për qëllim moskëthimin e saj, duke pas për qëllim poshtrimin, përdhosjen e pasurisë tjetrit, e cila është e shenjtë në Islam, nëse vidhet dhe 10 derahim në sheriatin Islam i pritet dora, e s'ka pasuri që e pagun dorën e njeriut në tokë, e sa e pavlefshme bëhet ajo kur e nënçmon pasurinë e tjetrit, e tlefehullah, Allahu do ta shkatron atë me gjithë pasurinë e tij në këtë botë dhe do të konsiderohet nga ata hajna dhe vjedhës në botën e ahiretit. Lusim Allahun xhalla xhelalu, Allahu të na mbron dhe të jemi nga ata të cilët kuptojmë ligjet e Zotit në tokë dhe të jemi nga ata të cilët edhe nëse na sprovon Zoti i Madh në jetën e kësaj bote, që të kemi momente në marrjen e borxhit, të kemi gjithmonë zemrat tona që sa më shpejt mos na arrin vdekja, të pastrohemi në jetën e kësaj bote para se të arrijmë te Allahu xhalla xhelalu. Ju falenderoj gjithë juve, stafit tuaj, muftininë e shkuve dhe gjithë ata cilët na shiqojnë, lutja Allahun që këtë jetë këshill për mua në aspektin individual dhe gjithë ata shoqëri të cilët na ndëgjojnë përmes ekranit tuaj televiziv. Walhamdulillahi rabbil alamin.